Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare. Në jetë njeriu ka dëshira të ndryshme. Ka dëshira të cilat në vetvete janë nevoja, pra janë nevojat ato të cilët e nxisin për ato dëshira, dhe ka dëshira të cilat ky i nxit. E përsa i përket dëshirave të cilat në vetvete janë nevoja, si çështja e ushqimit, njeriu mund të ketë dëshirë, por është nevojë dhe domosdoshmëri. Ndaj uria e shtyn për të kërkuar ushqim, për të ngrënë, e të ngjashme me to. Dhe ka dëshira të cilat i nxit njeriu. Mekanizmat e njeriu janë ato të cilat i vënë në punë dhe i lëvizin. Ndër këto dëshira, për shembull, fama. Ndër këto dëshira, për shembull, të pasuruarit. Ndër këto dëshira, për shembull, një post, qoftë ky post në arsim apo kudo tjetër. Këto janë dëshira të cilat i nxit njeriu. Dhe gjërat të cilat i nxit njeriu në peshorën e fesë shihen në një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam, që është ndër hadithet më kryesore në fenë tonë islame, innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas qëllimit. Veprat e njeriu shpërblehen sipas qëllimit. Ai i cili me veprën të cilën e vepron, dëshirën të cilën e finalizon, ka për qëllim Allahun xhella xhelalu, kënaqësinë e Allahut xhella xhelalu, është në rrugën e mbarë. Pra nga këtu kuptojmë se ka mekanizma të cilat bëjnë vlerësimin e njeriut. Dhe ky mekanizëm a është i ndryshëm vallë në peshorën e Allahut xhella xhelalu. Imam Shafiu rahimahullah ka cilësuar një rregull të cilin e jetojnë të gjithë dietarët e Islamit dhe pohojnë atë, që është të kërkosh kënaqësinë e Allahut dhe të mos e lesh kënaqësinë e Allahut për dëshirën e askujt. Dhe ti praktikësh dëshirat e të tjerëve, pra mekanizmat e të tjerëve të cilët kanë në vlerësimin tënd për dëshirën e Allahut. Vlerësimi i Allahut subhanahu wa taala për robën e tij, për besimtarin, është mbi bazën e besimit. Ndaj dhe Allahu xhella xhelalu në Kur'anin e tij famlar drejtohet dhe thotë: inna akramakum indallahi atqakum. Më i nderuari, më fisniku, më i falënderuari dhe më i lartësuari tek Zoti ndër ju është më i devotshëm, ai i cili ka arritur gradën e devotshmërisë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na përcjell një hadith qudsi nga Zoti i gjithësisë, ku thot: men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Kush më cënon ndonjë mik timin dhe miku i Allahut është besimtari, unë atij i kam hapur luftë. E vazhdon hadithi dhe thot: dhe nuk më afrohet robi mua me gjë më të dashur tek unë përposa asaj që unë e kam obliguar. Në farzë. Nuk i jepet prioritet asgjëje mbi urdhrat e Allahut. Dhe nuk më afrohet, thot robi mua, tani grada e dytë, me nafile dhe me sunete derisa ta dua. E kur unë ta dua atë, unë do të jem shikimi me cilin shikon. Do të thotë që i gjithë shikimi i këtij njeriu do të jetë në shërbim të kënaqësisë së Allahut, ato që Zoti don. Që do të thotë se besimtari, domethënë, kur e vepron të mirën, e admiron atë, e simpatizon atë, është i kënaqur me atë, dhe kur e vepron një të keqe, ndjen ngushtim në zemrën e tij, ndjen dhimbje, domethënë nuk ndjen rehati. Unë jam shikimi me cilin shikon, dëgjimi me cilin dëgjon, këmba e tij me cilën ecën, dora e tij të cilën e lëviz. E nëse ai më kërkon diçka, unë do t'ja jap, e nëse më kërkon ndihmë, mbrojtje, unë do t'ja ofroj. Ky është vlerësimi i Allahut dhe mekanizmi i Zotit në vlerësimin e krijesës, mbi bazën e besimit.
E në këtë besim të nderuarit e mi, çdo kush prej besimtarëve dhe prej njerëzve duhet ketë disa shenja dhe argumente në vetveten e tij se si argumenton. Një prej këtyre profeti sallallahu alaihi wasallam na përshkruan në një fjalë të tij ku thotë: "An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ghirrun karim wal-fajiru khabbun la'im." Besimtari thot në natyrën e tij e mashtron kollaj sepse është i çiltër. Do të ndalim nga kjo pjesa e mashtron kollaj, sepse i dërguari i Zotit ka thënë el mu'minu kayyisun fatin. Besimtari është i zgjuar, i mençur, vigjilent. Ndërsa këtu në këtë hadith çfarë thotë? E mashtron, pra mashtrohet. Çfarë do të thotë mashtrohet nderuarit e mi? Jo se e mashtron për nga aftësia e tij, por e mashtron nga sinqeriteti dhe çiltërsia që ka me Allahun, pra i jeton i qetë, jeton i çiltër, jeton i dorëzuar ndaj Allahut. Zoti dhe i dërguari i tij na kanë urdhëruar në mënyrë të vazhdueshme që të mendojmë mirë, të mos kemi mendime negative për të tjerët, të mos kemi paragjykime. Sepse duke menduar mirë dhe duke jetuar në këtë formë, ti jeton i qetë në veten tënde. Kjo është më kryesorja se të gjithë të tjerat. Ndaj dhe zotëria i nderuar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu në një fjalë të tij pati thonë: "Nëse do e shikoj një person me mjekër të gjatë, pra shenjë e fesë, besimit, me mjekër të gjatë, nga mjekra e cilit kullon verë, nuk do të thoja që ka qenë duke pirë, nuk do kisha menduar keq, por do thoja që dikush ja ka derdhë një gotë, domethënë fytyrës. E nëse do e shikoja një tjetër, pra parimisht parimi i besimtarit është që mendon mirë. Dhe ky zbatim i urdhrit të Allahut xhelle xhelalu që të urdhëron, domethënë që ti të mendosh mirë për të tjerët, e bën besimtarin shpesh herë të bie prej e mashtrimeve të ndryshme. Por në të njëjtën kohë i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam pra e fton besimtarin të jetë vigjilent, jo paragjykues, por vigjilent. Dhe thot: "La yuldaghu al-mu'minu min juhrin marratayn." Nuk pickohet ai besimtari nga e njëjta zgavër dy herë. Domethënë nëse një herë arriti të ta realizojë një mashtrim, mos e lejo për herën e dytë, se të ka ofenduar dhe besimin tënd, se i tillë duhet jetë besimtari. Besimtari duhet mendoj mirë vazhdimisht. Duhet t'i largojë rrethanat në cilat ai gjendet ku nxitjet e të tjerëve, fjalët e të tjerëve, dhe kjo shpesh të nderuarit e mi buron nga një diçka nga rreti që të shoqëron që quhet përgojimi, shpifja dhe mëgjër. Duke lejuar përgojimin, ai besimtari shkon dhe bjen në një kategori, në një grad që mendon keq për çdo situatë. Ndërkohë që feja jonë në parim e ka që ne të mendojmë mirë. Atëherë shenja e parë dhe ndër argumente, domethënë, që faktojnë përkatësinë e këtij besimtarit është të menduarit mirë. Të menduarit mirë të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka lidhur fillimisht të menduarit mirë për Zotin xhel xhelalu në çfarë do lloj situate. Të menduarit mirë për shoqërinë e cila të rrethon. Kjo nuk do të thotë se njeriu, domethënë, duhet ta anashkalojë inteligjencën me cilën e ka pajisur Zoti zgjuarsinë, por jo t'i besojë gjithçka vetes. Të nderuarit e mi, një prej lojrave të shejtanit mallkuar, të cilën e aplikon shpesh me robët e Allahut me besimtarët, është pikërisht pjesa e aftësive të ndryshme të cilat mund t'i kesh. Vallahi, sado që të arrish aftësinë jetë, sado që të trajnohesh, të specializohesh, të arrish gradë të ndryshme, me doktoratura e pa doktoratura, ti mbetesh krijesë e dobët e Allahut subhanahu wa taala. Mund të bie shprehje, domethënë, e gabimit, mund të bie shprehje e mashtrimit, mund të bie shprehje e ndikimit nga të tjerët.
Ndaj besimtari është ai i cili ecën me Zotin para dhe gjithçka e lidh me dashurinë për Allahun. Dhe kur e lidh gjithçka me dashurinë për Allahun subhanahu wa taala nuk shqetësohet, nuk pikëllohet, mendon mirë për tjetrin. Një ditë prej ditësh i dërguar i Zotit alayhis salam tek ndodhi në shtëpinë e tij, në shoqërinë e disa prej shokëve të tij, ku disa po e tepronin me qëndrimin e tyre, po e bajatnin dhe ai profeti alayhis salam gjente një siklet, por nuk gjente mënyrë. Janë këto truke të cilat mund t'i përdorin në jetën e përditshme vazhdimisht. Nuk gjente mënyrë se si të mund t'i largonte sepse ishte shumë i turpshëm me njerëzit, me krijesat e Allahut, dhe kur ata largohen, profeti alayhis salam domethënë i bën me dije të pranishme ose shokëve të tyre që nuk e vu të re diçka të tillë, pra nuk nxorët për kësaj situate, a nuk i morët sepse mua më vinte zor. I tha dikush i dërguar i Zotit, na e kishe bërë një shenjë. Na e kishe bërë një shenjë. Na e kishe bërë një shenjë, nis dhe luhatë sinqeriteti nderuari. I thua dikujt, shko, më bë një mesazh në filan kohë. Ajo që ti nuk po kupton në veten tënde është se ti po luan me sinqeritetin tënd, se sinqeriteti jo duhet jetë me Allahun fillimisht. Dhe ai i cili nuk jeton sinqeritet me krijesat e Zotit dihet se ka problem në lidhje sinqeritetin e tij me Zotin e gjithësisë. Ndaj kërkohet në fen ton sinqeritet, dhe duke qenë i tillë sinqeriteti tek besimtari, duke qenë i sinqert, shpesh herë bjen prej e të pasinqertëve, e të ligëve. Pra profeti alayhis salam e përshkruan dhe thotë, besimtari është i tillë që bien prej e mashtrimeve, por është fisnik, pra jeton me fisnikëri, ndërsa i ligu, jo fetari, është e kundërta. Nuk është i sinqert. Vazhdimisht, domethënë, ka mendime të këqija, vazhdimisht thur në vetveten e tij plane për tjetrin, i projekton në veten e tij edhe nëse nuk do të arrijë të realizojë, dhe është leim, është dashageq. Domethënë, ti mund t'i bësh mirë, ai ta kthen me të keqen. Ndërkohë që besimtari nuk e ka të tillë. Besimtari e ka wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk, e ti bëj mirë ashtu siç Zoti ka bërë mirë ty. E ti sillu mirë me tjetrin ashtu siç Zoti është sjell mirë me ty, siç do doje të sillnin të tjerët me ty. Ndaj nderuarit e mi, gjëja me të cilën nuk duhet të loz asesi besimtari, nuk duhet t'i afrohet as pak asaj, është sinqeriteti. Sinqeriteti në bindje ndaj urdhrave të Allahut. Diçka që Zoti e ka bërë haram, mos kërko të justifikosh veten me veprimet e tua duke e bërë halal. Jetojmë në një shoqëri kur kemi nevojë në mënyrë të vazhdueshme ta përkujtojmë njëri tjetrin, e veçanërisht për ato gjëra të vogla, ato nuk janë të vogla, ato janë shumë të mëdha. Po i quajmë të vogla sepse përdorimi i tyre, aplikimi i tyre në jetën tonë të përditshme është bërë i tillë që i konsiderojmë domethënë të papërfillshme, siç është përgojimi, gjëra të cilat janë kollaj për të ruajtur prej tyre sepse është një derë të cilën e mbyll dhe nis njeriu dhe kërkon edhe justifikim. Kërkon të justifikojë veten e tij. Dikush mund të ketë qenë i padrejtë me të, por padrejtësia shtohet akoma më shumë kur ti nuk e kursen ditë ditës, domethënë duke e përgojuar. O sheshoj gjërat dhe boje halal, ose nëse ja ke lënë Allahu xhelle xhelalu mos e përmend më për s'dyti, sepse dije i nderuar im se po e kthem padrejtësinë me padrejtësi, ndoshta po i sheshon gjërat në dynja para ahiretit. Elusim Allahun xhelle xhelalu Zot na falë na mëshiro, na pajis në uralet e larta të Hazreti Muhammedit alayhis salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mëson Zot ato më të shërbim fesë tonë, na bëj vdekjen të lehtë, na mëson Zot vdekjen me dinjitet e shahadet. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين.
Pjesë e këtij sinqeriteti nderuar i dëmi të cilin duhet ta jetësoj besimtari, është edhe pranimi i këshillës në mënyrë të vazhdueshme. Gjëja e parë ose veprimi i cili e përjashtoi shejtanin nga mëshira e Allahut ishte fakti se bëri diferencën dhe tha ana khairun minhu. Pra Zoti i kërkoi të zbatonte një urdhër të Allahut dhe ai e komenton urdhrin e Zotit dhe thot unë jam më i mirë nga ai, nga Ademi alayhis salam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Atë Ademin e krijove, mua më krijove nga flaka, nga zjarri, ndërsa atë e krijove nga balta. Bëri diferencimin. Nëse nis dhe bën diferencimin se ty ta ka mundsuar Allahu subhanahu wa taala të arsimohesh, të pasurohesh, të kesh një status në shoqëri, të kesh një post, një pozitë apo diçka tjetër, këtë mos e faturo si aftësi të vetes tënde, por faturoje si mirësi të cilën të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe duhet të pajisesh këtu me modesti dhe vazhdimisht duhet t'ja kujtosh vetes tënde modestinë. Të jetosh çdo veprim në jetën tënde për Allahun subhanahu wa taala, pra të kërkosh për të shpërblimin tek Allahu xhella xhelalu në gjithë shka. Edhe në bukën që çon tek shtëpia, edhe në injërimin që mund t'i bësh tjetrit, pra t'i largohesh një diçkaje e tillë, të jetojsh vetëm për Allahun. Kjo kërkohet prej besimtarit. Ndër gjërat më të habitshme që gjen në historinë e Islamit, pjesë e sinqeritetit, e niyetit, e kërkimit të afërsisë tek Allahu, është dhe shembulli i dietarit të shuar Sufjan al-Thauri rahimahullah, i cili një ditë prej ditësh tregon një prej nxënësve të tij dhe thotë e vizitoja hoxhën në shtëpinë e tij, pra për të mësuar vazhdimisht. Thotë dhe në një çast, pra kisha shkuar shumë herë dhe kisha gjetur duke drekuar ose duke ngrënë mëngjes, nuk më ftonte, thotë kur. Një herë prej herësh më thotë, ishte kohë dreke dhe më thotë, bujrum të drekojmë së bashku. Të dhe mbeta i habitur, pra shtanga. Më tha, çfarë ke ngrënë? Thash, jo, nuk kam ngrënë. Por po më bëm përshtypje se është hera e parë që po fton. Ku qëndron dhe problemi i kësaj? Thash, jo, po nuk më ftuar herë tjera. Është e lehtë o birë. Është e lehtë kjo çështje. Nuk e kam bezvonjet, përse kam ndihmë me zemër me të ftu. Pra pse po më kërkon të bëj një vepër të cilën nuk e ndjej për Allahun, ndërsa sot ftesa ime, pra para se me të ftu ty kam kërku afrimitet dhe sevap tek Zoti i gjithësisë. Imagjino se sa qetë, se sa ndershëm mund të jetojë njeriu me besimin e tij. Të jetosh në këtë dynja duke mos i dhënë vlerë asaj që të rrethon prej gjërave materiale, as sa krahu i një mushkonje. Ajo që nuk vlen ke Allahu, as sa krahu i një mushkonje, mos i jep vlerën e një mushkonje. Lutem e dy i madhnushmi Allah na falë na mëshiro. Na udhëzo Zot për nga e mirë, për nga e drejta, për nga e mbara. Na furnizo Zot prej hallallit dhe bëj ato të dashur për zemrat tona. Na largo Zot prej haramit aq sa ke larguar lindje nga perëndimi. Lutem e ty i madhnushmi Allah për ne, për familjet tona, për prindrit tanë, për pasardhësit tanë. Zot, ne i fal gabimet tona, lëshimet tona, taksiratet tona. Zot i gjithësisë na i mbulot metat tona në dynjë e në ahiret. Në mbulo Zot mbi tokë, nën tokë dhe ditën kur do të qëndrojmë përpara Teje. Të lutem e ty i madhnushmi Allah të na afrosh me njëri tjetrin vetëm për hatrin tënd, të na i afrosh zemrat tona para se të afrojmë trupat tanë. Të lutem e ty i madhnushmi Allah për muslimanët anë mban botës, kudo që ata janë, kudo që ata gjenden. Zot të pastrehun e tyre strehoje, të pasigurtin për i tyre Zot siguroje, të uriturin për i tyre Zot ushqeje, të eturin për i tyre Zot jepi të pi. Të lutem e ty i madhnushmi Allah të na dhurosh siguri në vendet tona, në trevet tona, në shtëpitë tona, në xhamitë tona, në rrugët ku ne ecim dhe ku ne shkojmë. Të lutem e ty i madhnushmi Allah të na mundësosh të prihemi nga njerëz të cilët të njësojnë ty, na mëshirojnë dhe neve.
Të lutem me ty, o i madhnueshmi Allah, sikur se na mundsove të mbledhemi në këtë vend me madhruar madhërinë tënde në këtë ditë begat, në këtë bajram jave. Na mundso Zot, që të gjithë bashku me familjet tona, fëmijët tanë, dashamirët tanë, të gjithë ata të cilët i duan dhe na duan për hatrin tënd, të tubohemi në xhennetet e larta, në xhennetet Firdaus. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي